Ato janë nën e bi, por edhe kolege në të njëjtën kohë dhe mësojnë prej muajsh bërjen e xhubletës te gratë dhe vajzat e malësisë së madhe. File Kola dhe Enduela Doda pasionin që kanë për xhubletën po ushtrojnë në një formë tjetër në projektin e Ministrisë së Kulturës për trashëgimin e kësaj tradite dhe fuqizimin e grave. Në këtë kurs, Filja po mëson kursanteve teknikën më të vështirë të punimit të xhubletës. Kjo është baza kryesore që duhet me bën xhubletën. Pra spiku. Janë 16 fije penit me 8 kamca. Të cilat dalin shumë holl. Pra është e bame, s'kan thënë kot me hek spik, dhe me thënë puna ma e bukur, ose puna ma im që duhet për xhubletën. Edhe është e domosdoshme për xhubletën. Në tonë Shkodër se ban kush, as në tonë Malësia, s'kurkun nuk bëhet spiku, për ashtë i met, për arsye se është i punë e veçantë, edhe është i punë që dënë shumë kujdes. Tregu ka mungesë të bazës materiale, thot ajo. Është e domosdoshme që t'jen një vajanic, se pa ban shgunin s'ban xhubleta. Pra, na jena mbështet originalit, e peshe vetë xhubletën që kena ban, është tamam si me ken, nuk e një kush parë me përkit me dur, ose me pa për afër. Por, baza materiale mungon. Ndërkohë që Ebia, Enduela, shpreson që vajzat ta vijojnë këtë traditë. Në fakt, bërja xhubletës është një mrekulli me e marrë, me e pas, unë e kam marrë prej mamës, mama prej brezave. Dëshirë kam që edhe vajzat e reja, brezi i ri, vajzat e studentë pse jo, vajzat që janë shtëpiake që nuk kanë një punë për ditshmërinë e tyre ta kalojnë me një pjesë vogël xhublet. Pse jo një vajzë e re sot mos nifet që filania sot din me bë kapicën, ose dikush ka bërë rruzat, siç po i bëjmë ne sot, motivet me rruza, këta janë stolite e bukura xhublet. Por gratë në këtë kurs, eksperiencë është tepër e vlefshme. Me profesion unë jam arsimtare, edhe pse jo mendova që të marr pjesë te ky aktivitet në lidhje me bërjen e xhubletës dhe thash pse jo që nesër në një të ardhme në shkollën ku unë jap mësim ato orë ekstrakurrikulare me bë diçka të tillë me nxënësit e mi. E vjen shumë keq që gratë dhe vajzat e reja nuk e kanë interesin për këtë gjë kaq të bukur. Por inshallah marrën në iniciativë dhe e përvetsojnë sa do pak punimin e xhubletës. Jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë në këtë proces. Ishte një gjë shumë e bukur që të mësosh nga fillimi ribërjen e xhubletës. Tu fillu që nga shprishja, nurja, thjerrja, dredhja dhe gjitha proceset. Puna dorë s'ka kanë gjithmonë e bukur dhe është vlerësua. Por kjo është diçka dhe më e bukur se sa qenisja që kena bën dikur këtë, sepse kjo është punë më e vështirë, por është shumë më e bukur. Ndërkohë, për organizatën Gruaja tek Gruaja që po implementon këtë projekt, përfshirja e grave dhe vajzave është shumë e rëndësishme. Është tepër e rëndësishme që një këto vajza dhe gra për ne të jenë edhe të kenë iniciativën e tyre qoftë personale për më bë pjesë të trajnimeve të tilla, por sidomos vlerë shtohet edhe më shumë të kënd projekti Ministrisë së Kulturës që me pru edhe një herë në vëmendje diebamjen e xhubletës. Edhe nëpërmjet këtij trajnimit ne kena dëshirë që me angazhu vajzat edhe gratë të cilat shprehin interes dhe që dojnë me vazhdu ndërbreza një këtë zanat. Në mbyllje të këtij projektit, kursantët do të paraqesin punimin e plotë të një xhublete të realizuar nga vetë ata.